Po, Visar, ndoshta mund t'inglloj si kur ka humanizmi, njerëzillëku, çdo ditë më shumë shohim lajme ku prind bajnë peticione për largimin e një fëmije me nevojat veçanta, se po e pengon procesin mësimor me tek fëmijët me sjellje tipike. Si është rruga e duhur? A dallon nga spektri i çrregullimit? A është e nevojshme një fëmijë me nevojat veçanta që ka një spektër më të zhvilluar të të autizmit, i cili nuk përfiton asgjë nga ajo që ka mësohet në një klasë të rregullt, a humb apo fiton atë klasë të rregullt, si qëndron realisht, si është mirë të funksionojë kjo çështje? Kjo është shumë mirë e rregulluar sipas një sistemi të vlerësimit të cilin ne psikologët e kemi. Që do të thotë janë vlerat përkatëse, të cilat mund të flasin deri në çfarë mase fëmiu është i afektuar nga një çrregullim përkatës. Dhe pastaj na duhet me ditë se a kemi edhe komorbiditet, që do të thotë dy vështirësi të bashkëtyzuara në një, dhe kjo pastaj na mundson me kuptu fëmiu a është i gatshëm dhe i aftë plotësisht me viju shkollën i pavarur një. Nëse nuk është i gatshëm të bëjë i pavarur, a është i gatshëm për me qenë mendim të asistentit 2. Mirë, po nëse kemi një formë shumë të avancuar të problemit, mundet me kalu në shkollën burimore 3. Problemin më të madh e kemi për faktin që zakonisht edhe kolegu e përmendi që kjo është shumë mirë e dizajnuar me legje, me plane, po tash vën shumë në pikpyetje e zbatimit tyre. Ne kemi shumë herë raste kur fëmiu që nuk është fëmijë i cili duhet të shkojë në një shkollë burimore për shkak të problemeve të caktuara të cilat lidhen zakonisht me mosndjekjen e këtyre procedurave përfundon në një shkollë të tillë. Dhe na kemi vërejtur që fëmijët të cilët nuk janë të destinuar për me shku në shkollë burimore dhe përfundojnë në shkollë burimore, kapacitetet e tyre zbehen, ndërto që do të thotë kapacitetet njohëse, zhvillimi i tyre gjithëmbashëm, intelekti i tyre po ashtu dhe më e rëndësishme është ndërveprimi social. Ne duhet me kuptu që ndërveprimi social është një sistem i sjelljeve të cilat kanë të bëjnë me njohjen e normave dhe me mënyrën funksionale për me ndërvepru me njëri tjetrin. Domethënë shumë i rëndësishëm se kjo neve na ndihmon më vonë në jetë me fitu autonominë, pambarësinë duke bashkëvepruar me njëri tjetrin. Nëse na i çojmë këta fëmijë, të cilët nuk janë të destinuar për shkollë burimore, në shkollë burimore, ne po i deprimojmë ata fëmijë dhe po rrezikojmë autonominë e tyre kur ata të rritën dhe të bëjnë individ, domethënë të rritur.